duhet të them që kjo që kemi parë sot është një përveç një shkelje ligjore. Ajo që ka do sot parlament është një tentim për të përmbysur praktikat parlamentare të ndërtuara tani më e të konsoliduar në demokracinë e Kosovës. Kjo sot është fatkeqësisht një gjë që s'ka qenë dashur të ndodhë demokracisë Kosovës dhe shtetit Kosovës. Kjo është një tallje në mënyra se si tentohen të përmbyset krejt ajo traditë e mirë e ndërtuar në Kosovë. Nuk ka seancë parlamentare për komisione e buxhet para dite mas dite me zgjedhje qeveri. Rregullisht janë ndryshe, zgjidhet qeveria dhe pastaj shkohet dhe futet parlamentin punë me komisione e me buxhet. Që fatkeqësisht kjo tregon edhe jep përgjigje pyetjes suaj që ne jemi në një lojë thjesht. Në një lojë e cila tërësisht në kalkulim elektoral. Nuk e ka as pak shqetësimin e nevoja dhe kërkesave që ka Kosova. Nuk e ka shqetësimin e nevojave buxhetore të organizatave buxhetore, të punëtorëve, të projekteve, të fondeve me cilat vendi ynë funksionon dhe njerëzit presin nga institucionet që të kryejnë. Prandaj tash 8 muaj ne kemi bërë thirrje që jemi të pjekur të thirrin mendjes racionale, të ndërtojnë marrëveshje politike, ndërtojnë institucionet dhe të funksionojë shteti. Me pas për një shqetësimin e qytetarëve, e atyre që rrezikojnë mos me marrë pagat dhe funksionimin e mirëfillt të shtetit, partitë politike sot e tash 8 muaj e deri sot ishim mbledh dhe kishim bërë edhe një buxhet me konsenzus, edhe një qeveri me konsenzus kalimtare për 3 muaj dhe nuk e kishin të shtrajtuar e maltretuar qytetarët. Kështu që gjithë ata të cilët bën thirrje, gjaja në emër të asaj të interesit nacional, ka hipokrizi të madhe në këtë ide. Ata që kanë pas mundësi mos marrë gjendje deri këtu në Kosovë, fatkeqësisht janë sjell tërësisht pa përgjegjshëm dhe kanë bërë një lojë pas skruput tërësisht e funë krye elektorale. Është lojë kjo. Kuptoni, kjo është lojë. Ne jemi marrë parlament se kemi për detyrë, por kjo është lojë. Çështja për çka? Mandatari i dytë. Si vjetet e mandatari i dytë, kur kemi një ndryshim gjendjes, kur po tentohet me bëni konsenzus, kur i thirr partitë politike, kur ulesh edhe je hapur me gjetë një kompromis, kur për një me qetë në qendër nevojat e vendi, shqetësimet me cilat po ballafaqohet Kosova, me problemet që ka vendi, kur e ki interesin publik për para dhe kërkon me ngulm për ditë e me 1000 herë në ditë me aktorë të tjerë politik, më ullë, me tentu e me gjithë këtë konsenzus. A keni parë jo këso zhvillimin Kosovë tash e 2 javë? S'keni parë. Këtë që kemi parë tash e 2 javë është kush pjale kile tjetrit. Me full me gjuhën popullore. Që 2 javë. Si një kontaktu parë me partisë? Jo, unë po them. E pse opozicioni nuk ka shfrytzuar këtë momentin pra që ata ta nxjerrin një emër tjetër për ta hyrë qeverinë, pra nëse ata ka dështuar. Përbes, unë po them, jemi fut një farë lojë kush me bë lojën ma destruktiv, ma shumë destruktiv, kështu, një farë mjeshtërije negative. Fatkeqësisht vje keq, ndina jashtëzakonisht keq, me këto që tash në 9 muaj, çka kemi parë, me gjithë përpjekjet tona, këtë rast, mia të nismës, që mos marrën në këtë gjendje, me gjithë angazhimin e dëshirën për të dhënë një perspektivë tjetër, me gjithë kujdesit të gjuhës e thirrjes sonë të vazhdueshme për të gjetur një rrugë të bashkëpunimit mes forcave politike, fatkeqësisht nuk ka pas sukses dhe jemi ardhur në këtë moment, sot thjesht është një lojë, tan ditën, për t'ia dhënë mundësi për të hapur drejt zgjedhjeve. Do jemi shkuar në limitet e afateve ligjore. Po a ka bërë edhe presidenti? Ka mujtë të 2 javë mësë më shumë. Po ka pas mundësi mësë më shumë të 2 javë. Tanë kemi ditë ku vim, po thjesht kështu jemi tanë bëni pjesën e farë loje të zhagitjes dhe kalkulimeve elektorale. Këtë që kam betet mua është me shpresuj, po shpresoj që qytetarët e Kosovës, kur t'ju vjen radha atyre me fol, kanë me pas parasysh këto dhe nuk do të bien as viktim, as në mbështetje të këtyre kalkulimeve. Është koha që secillit në kutinë e votimit me ia dhënë përgjigjen për sjelljen e papërgjeshme
që e kanë bërë për këtë 9 muaj. Faleminderit shumë. Ka një kryetar të ri, mund të shohim do të thonë pas